Pa më kërku folje mu. Pa i shkrimin. S'pelo as me folë me mu. S'du hes me folë. A ka ende tentime me folë me ju? Jo, ata ka. Alo, mas... Alo, pe Zagrepi më thiri njoni, tha, për dhe me folë njoni me ty, thash, a për dhe nej me folë me mu, mere numrin e ferre, thejke. Ato në Zagreb. Ashe, ata më në punë më daj me mu, tha jaj me ty. E qa me thirën e punë. Ka ndodhë kohës fundet? Qytash para një 2 dite. Para një dite? 2 dite. Para 2 ditësh. Prap ka pas tentime që... Po, lojnë pasha zotën, po më thiri që për dënë, thash, ja, pa ja jep numrin që ati në temin, po në të më thirë, sa di pse se për dënë milion numrin tem, që unë e thira ato. Për shemull e thira, unë e bashkëpunim. Dullëm tash të ajo tema që thetin para komendi. Ishte njëta. Dhe më thonë, unë asë një të keqë që se këm pas, por me faton petin. Po, në fakt, këm pas të përshëndetë me deputetet PDK-s. Po, respekt këm pas për to. Dhe jemi konë edhe një parti këtë gjatë. Po, dhe kom taku në aeroport. Jemi orë bashkë, kemi ndru numrat. Dhe pas do kohë, kemi full, unë i kam shkru një SMS, faktikisht ja kam shkru disa dhona të uzurpatorve në Drenit. A janë që të prona në emën të Ministrisë Bujësis, a janë prona në emën privat. Po, për prona ka qenë. Lidhje kjo, për prona ka qenë. Dhe aje ka morë bashkëpunim. Po, bashkëpunimi ka qenë për dishka tjetër, jo për vot. A jeni së mas kuvendit a heq? Po. Jeni së qaru? Ajo së qaru, sepse ajo s'ka posë qaru. Jo, vish fakt, ju me deklarata publike, po flasa jeni ullë mas? Jo, s'jëm takune me ta. S'jeni takume? E kom të tu mi thirë në atë numër që e ka posë, a i si bëjke. Pas kuvendit? Pasi që e shfaqë kuvendit? Sasoj, pas që ti prononcimit tina, kom shku une me njerë pas prononcimit, ju më konë shpe. Po. Tu e ngu. Po nëjse, edhe ju e keni fy pak. Jo, ajo këm ka bu, po. Po, e po dushme... Kërkua folja aty në, për kërkaj edhe ty, edhe atër këm ka bu. Pa, mund me ka bu edhe një gazetare njerë. Jo, nuk po flasë për veti, po thonë... Edhe një gazetare ka bu bjemnin ati. Po, ka qenë momentali dhe i ka kërku falje. I kërkani falje, zotit Peci Porfyrion që jalë keni bu... Jo, më këm ka bu, po flasë edhe njerë. I kërkon falje? Po, i qështi kërkoj, a gazetare e kërkoj edhe unë, ka bim ka që. Mirë është, mirë me kërkoj falje. Regulaj, unë është në njeri që s'kërka falje kur ka bëna, kur farë burë. Ka bim u kone, një qose qaty për qaty, ka bim. Nervoz pak. Pak nervoz edhe ka buva. Ka buva 2 mbjemna, edhe ata ja dalashit që në mbjemnin e Avdullahutit, ja bëshin Avdullahutit, ja keni. Po, i kemi po. Ani edhe unë qështu habita. Po, tashti nuk dush mu bo si ata, zoti Geci. Ka buva, u habita. Okej, ju, ta më puna, vëtë shmirë që... Ata i theshin Avdullahutit, unë e ju habita, edhe kryministit, kur ti ja dalashit e emnin, edhe... Për aty, jo ma shumë. E mirë, se për ty, me sa po e shoh falja ka shumë rëndësi. Në momenti kur kërkon falje... Njerja, po. Akti maj lartë i një burri është kërkim falja. Unë kom kërku falje qimë. Se po e shoh që po kërkoni që edhe kur ti mi ju kërku falje familjes juj, në mënyrë që të tensionohet kritë kjo situatë që është kriju. Po pra, është aje po e trasën rrugën Hashim Thaçit për familjen tonë. E ka thonë dhe Bacili. Në çfarë forma? Sepse në qatë formë ka folë Hashim Thaçi për njëjtën formë. Aje nuk po e pranon... Pra ju po e konsideroni kurtin me Hashim Thaçin? Po pra, nuk po e pranon një të vërtet të një raporti mjekoligjor që e ka për detyrë. Kryeministër, dhe më thonë, aje ishte një raport mjekoligjor, nuk po e pranon, po pranon fjallët e kafeve, fjallët e rrugve. Raportet mjekoligjore, ku të qofshin ato? Janë raporte mjekoligjore që janë obligative për se cilin njeri që, sepse është raport i mjekësis ligjore. Nuk është raport i jemi, po është i mjekut ligjor. Dhe aji nuk pe pranon raport e mjekut ligjor, pe pranon fjallët e kafës dhe për dhët tash jo s'po të kërkoj falje. Nuk ka thonë kur gjo, s'ke marë përgjigje, as po as jo. Jo pra, kur të marë përgjigje, na mujna me folje të... Nuk ke marë përgjigje. Mirë po, okej, nëse pranoni kërkim falje, nëse kur t'ju vjen në familje, ju kërkon falje, ketë në regull, të më thonë, po diskutohet vota Marigona Geci, deputete e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tash, brenda kuvendit, një deputet, i qfar do partije parlamentare që është aty, a ka të drejtë me ndoj dhe të votojnë ndryshen nga partia, pa u cilësuar që është e shitur, për shambull? Problemi o kështu, deputete, ku i kem fitu votat? Në popull. Në cilën parti? Në cilën logo? Në logon e partisë. Apo në partisë që ke garu? Po. Dhe tani,
nëse ti i traton 20.000 votus tu, që të kanë votu në logon e partisë që ke garu, a i bje një farë tratije? Paj, nëse... Logikisht. Po, mirë se jetu të lujt pak me dy standarde, zoti Gjeci. Jo me standardin e tratisë po flasë. Jo, se jetu lujt me dy standarde, për shkak që... Që Okej, ju keni thonë që edhe nëse Lidhja Demokratike e Kosovës bën koalicion me PDK-n, nuk do ta ketë... Ato e kemë parem. Po tash. Ato e kemë parem. Jeni tu lujt me dy standarde. Paremi sotit. Lidhja Demokratike e din këtë parem prej që prej viti 2001. Dhe ka respektuar. Dhe ka respektu. Këtë parem familjar që e kemi na kanë respektu gjithë dhe prandaj jemi ata që jemi që nuk lëshojmë pene ato që e thojmë. Dhe ne nuk dërzohemi në ato që e thojmë derisa të arritëm. Problemi këtu është që parimet tona, familjare, i kemi respektu dhe poplin a vlerëson për shkak po dhe jo as jo. Ne kemi thonë, kur dhe Marigona nuk e ka nënshkru as edhe një iniciativ të PDK-s për 6 vjetë. Po, kemi po. As njëherë. Dhe tash, të kërkosh që të bënd njëjtë me LVV-n, nuk është e njëjtë LVV-n me PDK-n. është e keshje me vogël dhe ne kemi zgjedh. Dhe më thonë, një të keshje me vogël. Po këtë keshje me vogël e kemi lo kryesisë. O qështje politike. Këtë tjetra o qështje familjare. Dhe më thonë, e kemi... Po veç po i përzini pak edhe politikën edhe familjen mrena kuvendit. Po për që ata jemi zgjedh. Po jo, nuk keni zgjedh për që ta. Ja po vallaj, mës me konë, e Marigona e ka një Geci që kështë zgjedh kush. Zoti Geci, po mendoj që... Po që ata jemi zgjedh, si familje jemi. Jemi një familje këtë e furt, këtë e modhe. Dhe jemi një familje që qindrojmë për fjallë. Kur hyni brenda në kuvend, më thonë, e përfaqësoni popullin. O de? Dhe, në fakt, të qështjet familjare... Për këto që pe i thëmë na. Të qështjet familjare jesin jashtë kuvendit. Për qatë popullin që na ka votu për qëto që pe i thëmë. Po thu që për qëta ju kam votu? Wallahi me kërkon për tjera s'na kështë votu kur. Po thu që për këtë pjesë ju kam votu? Sincerisht, veç për sinceritetin që kemi pas, na ka votu. Jo, sinceritetin nuk jo mungan, unë vëç pëtëm që Prandaj po them, qësh ka mundësi me pas numër 7-8, me dal numër 7? Ka, është edhe pari zguri që ka pas numërin e fundit. Pa qenë kur politik, pa pas mbështetin. Është për herë të parë brenda kuvendit. Që unë du të me thonë. Që është? Ne nuk kemi struktura mbrana partisë. Qështë s'keni struktura? Ja, familja jonë. Familja jonë. Janë vota popullore, nuk janë vota strukturore. Strukturat e LDK-s i ka Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ata i mbështesin kandidat që ata i preferojnë ma shumë. Qështë po i bjenë që nuk ju mbështesin juve? Strukturat e partisa? Po. Strukturat e partis i mbështesin të propozurit edhe të ledhaturit e partis. Që janë? Që janë ata që janë, që janë listën që shkojnë në fillim. Do më thonë qaj është? Fillim, numër 7-8. Kure kanë votu Vjosa Osmanin, atërë 64 që u konë. Dhe kure kanë votu Marigona Gecin, e kanë votu populli. Ju keni thënë që Marigona Geci dhe nëse asë një prej LDK-s nuk do të ketë vot për presidentën Osmani, prap Marigona Geci do të ketë vot për të. Pse? Ta spjegaj, kur LDK-ja, po zomë, kur LDK-ja, ja ka dhonë votën ashim toqet, që ka të keqë me jadon Vjosës? Po nuk është veç i kaqë që ndërën argumente? Mjaftushë, veç kaqë. Po veç pak, e parimor, nëse njerë ja këna dhonë, nëse njëherë, po zomë, nëse une Marigona pas ka dhonë votën edhe po të kalzoj, kam thonë, une këshila jam ka qenë veprosi partia. Dhe jam ka thonë, nëse partia ja ka thonë votën ashim toqet, edhe une po qëndrajnë sol, po qëndrajnë sol, dhe qëndrimin sol, bëgë korum, atër pjallon. Nëse njerë ja këna dhonë votën Vjosës. Vjosa Osmani ka qenë Lidhjen Demokratike të Kosovës, që e ka lanë Lidhjen Demokratike të Kosovës, ja u ka marë votusë dhe ka kalu dikun tjetër. Po pra. Po dhe po, ju prapë keni votua dhe për krani prapë. Nuk u trajtu mirë, se ishtë trajtu mirë, dështë ishtë bon. Qështë, ku mu trajtu mirë mua mirë se me kone para në listë, për shumë? Jo, ka qene para në listë. Qështë mu trajtu mua mirë? Që po ta spjegoj? Qështë do të me trajtu mua mirë Vjosa Osmani në Lidhja Demokratike e Kosovës? Me qenë kryetari partisë është diskutu kjo disa herë. Jo, na për diskutojmë se vota është shumë diskutabile. Me qenë i propozuar për kryeministër është tjetër, dhe me qenë kryetari partisë është tjetër. Lumir Avdigji kjo në kryetari partisë dhe i propozuar dhe mod vetë dhe prejnë vetë. Ndërsa Vjosa Osmani atëhere ka mod të ka prej dikush tjetër, ajo u konë që ka morë barën. Po vlasëm për zjedhë... E keni leju ju si parti këtë pjesë? Sepse ishte elektorati Lidhja Demokratike që tentante që Vjosa Osmanin të bënte edhe kryetare. Po strukturat nuk e lejojsh.